Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Përshëndetje. Importuesit e mëdhenj të karburanteve paralajmërojnë rrezik për furnizimin me naftë në vend pas vendimit të Bordit të Transparencës për uljen e çmimeve. Ata thonë se çmimet e vendosura janë nën kosto dhe kanë njoftuar për masa të përkohshme si kufizimi i shitjes me shumicë dhe pranimi i zhdoganimit në Porto Romano. Sipas tyre, formula e përdorur nuk pasqyron kushtet aktuale të tregut. Ministri e Ekonomisë Delina Ibrahimaj deklaroi se ekonomia shqiptare po tregon rezistencë ndaj goditjeve të brendshme dhe të jashtme. Ibrahimaj bëri me dije se Bordi i Transparencës do të monitorojë çmimet e karburanteve dhe të shportës bazë për të shmangur abuzimet dhe deri në stabilizimin e tyre. Fokusi i veçantë do t'u jepet shtresave në nevojë dhe pensionistëve. Kujtojmë se Bordi i Transparencës vendosi që nafta të mos shitet më shumë se 203 lek për litër, me ulje deri në 14 lek nga nivelet e fundit. Ndërkohë benzina do të tregtohet maksimumi 175 lek për litër, duke shënuar ulje deri në 27 lek. Vendimi vjen pas rritjeve të forta nga kriza në lindjen e mesme dhe do të mbetet në fuqi deri në mbledhjen e radhës. Subjektet që nuk zbatojnë çmimet rrezikojnë gjoba dhe pezullim licence. Në kuadër të dosjes Akshi, gjykata e lartë rrëzoi kërkesën e zyrtares së lartë të policisë Ervina Gjana për kthimin e 8 telefonave celular sekuestruar nga SPAK. Hetimet e strukturës së posaçme vazhdojnë duke përfshirë bashkëshortin e saj dhe të pandehurit kryesor përfitues të tenderave Ergyes Agasi dhe Ermal Beqiri, të cilët dyshohet se ushtronin presion dhe shantazh ndaj biznesmenëve për t'u tërhequr nga garat e tenderave. Masa siguria vendosur për persona të tjerë të përfshirë. Avokatët e Ilir Metës paralajmërojnë se javën e ardhshme do të publikojnë videon e një politikani që merr para dhe është i përfshirë në çështjen CES-dia, fakt që sipas tyre përjashton përfshirjen e Metës në këtë skem. Në një konferencë për shtyp, dy avokatët Kujtim Cakrani dhe Gylsen Zhllima flasin për një skem që sipas tyre ka pasur si qëllim eliminimin politik të Metës nga viti 2011. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Një ngjarje e rëndë tronditi i qytetin e Beratit. Policia arrestoi në flagrancë 39-vjeçarin Sabri Lika, i dyshuar për abuzim seksual me mbesën e tij 15 vjeç. Materialet janë referuar prokurorisë së rrethit Berat për vetëpërime të mëtejshme. Arrestohet në Koplik një 27 vjeçar që ndihmonte emigrant për kalim të paligjshëm të kufirit. 27 vjeçari u kap në flagrancë duke transportuar 6 shtedhas të huaj drejt kufirit me malin e zi. Emigrantët u proceduan penalisht, ndërsa policia sekuestroi automjetin dhe celularin. Hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të rastit. Prokuroria e Tiranës mbylli hetime ndaj 5 shoqërive dhe disa personave përfshirë kompaninë Tibo dhe administratorin Anand Mahmuti për mashtrim dhe mospagim taksash. Hetimi zbuloi një mashtrim me 2.2 milion euro pas denoncimit të një biznesmene shqiptaro-gjermane. Gjykata e lartë ka rrëzuar kërkesën e Fredi Belerit për pafajësi, duke lënë në fuqi dënimin me 2 vite burg për korrupsion në zgjedhje. Po ashtu është rrëzuar edhe kërkesa e bashkëpunëtorit të tij Pandeli Kokaveshi, i dënuar me shërbim prove. Lajme nga bota. SBA shtyn për 10 ditë goditje ndaj objekteve energjetike iraniane, ndërsa vijojnë bisedimet me Teheranin. Trump thotë se forcat iraniane janë neutralizuar pjesërisht, ndërsa Pentagoni shqyrton dërgimin e trupave shtesë. Izraeli raporton sulme në Beirut dhe Teheran dhe vrasjen e komandantit të marinës iraniane, ndërsa Libani akuzon Izraelin për krime lufte. Garda revolucionare islamike njoftoi mbylljen e ngushticës së Ormuzit duke paralajmëruar reagim të ashpër ndaj çdo kalimi. Anijet e huaja janë detyruar të tërhiqen, ndërsa kjo rrugë mbetet jetike për transportin global të energjisë. Ndërkohë, ministri izraelit Katz paralajmëroi për shkallëzim të sulmeve duke rritur më tej tensionet në rajon. Situata në Ukrainë po përkeqësohet me rrezik në rritje për civilët, paralajmëroi zëvendës komisionerja Nada Al-Nashif në OKB. Sipas saj, sulmet me dron janë shkaku kryesor i viktimave, ku vetëm në 2 muajt e parë të vitit janë vrarë mbi 100 civil. OKB-ja thekson gjithashtu se mbi 96% të burgosurve ukrainas raportojnë tortura gjatë robërisë. Rusia cilësoi armiqësor vendimin e Londrës për kontrollin dhe sekuestrimin e anijeve me interesa ruse, duke paralajmëruar kundër përgjigje politike dhe ligjore. Kryeministri Keir Starmer urdhëroi inspektime për të bllokuar flotën e hije që dyshohet se shmang sanksionet ndaj naftës ruse.
Komisioni Evropian ka hapur një hetim ndaj Snapchat për të vlerësuar nëse platforma respekton rregullat për sigurinë, privatësinë dhe mbrojtjen e fëmijëve online sipas aktit të shërbimeve digjitale. Dyshohet se fëmijët mund të jenë ekspozuar ndaj përmbajtjeve të dëmshme dhe produkteve të paligjshme. Platforma ka 94.7 milion përdorues mujor në Bashkimin Evropian. Në rast shkeljesh, Snapchat mund të përballet me gjoba ose ndalim nga funksionimi në BE. Parashikimi i motit. Rreshtet e Doborës janë rikthyer në zonat malore të vendit duke ulur temperaturat dhe vështirësuar qarkullimin. Probleme raportohen në Bulqiz dhe zonat minerare, ndërsa Dobor ka rënë edhe në Elbasan, Librazh dhe Juglindje mbi 1100 metra. Në Kukës ka pasur rreshje shiu e dëbore dhe rënje gurësh në disa akse. Autoritetet apelojnë për kujdes dhe përdorimin e pajisjeve dimërore, ndërsa ngricat rrezikojnë edhe bujqësinë. Në vijim, moti i paqëndrueshëm në vend, rreshje shiu me intensitet të ulët, herajërës shtrëngata, ndërsa në zonat malore ka dëbor. Në mbrëmje rreshtet priten të ndërpriten në pjesën më të madhe të territorit. Parashikimi i motit në Top Albania Radio.